Te ne, elhamdulillah, në familjet tona ende po boron fryma islame ku iftarët po mbesin traditë e jona, e tubimit, e vizitës, e ndërsjelljes mes njerëzve, afrimit e kështu me radhë. Dhe këtë duhet se me çdo kusht, me mishë edhe me shpirt ta ruajmë, sepse aty përfiton brezi i ri. Aty mësohet dhe aty edukohet se kështu po u desh kur vjen muaji i bekuar të Ramazanit, ta dallojmë prej muajve tjerë që të vizitojmë dhe të thrasim të tjerët në vizita. E nëse dojmë të ruajmë këto të mira, padyshim që duhet na t'i mësojmë ata dhe t'i ftojmë dhe padyshim që edhe t'ju tregojmë se kështu kalohet muaji i bekuar i Ramazanit, saqë përveç asaj që na e kemi hadithën e pejgamberit alayhis salam ku thotë se kush e ushqen një agjërues e ka shpërblimin e njëjtë me atë që ka agjëruar, pa ju paksuar fare agjërimi i tij. Të dytë fitojnë këtë rast. Edhe e themi se ka mundësi njeriu brenda vitit të agjeron më shumë se një Ramazan. Se e ke fituar tjetër, e ke fituar edhe një ditë tepër, po kanë dy persona 2 ditë, po më tepër, çdo herë shtohet vlera dhe pa u pakuar sepse te Allahu xhel ka shpërblime të mëdha. Nuk është më rëndësi se çfarë ushqimi. Saqë këto çështje pastaj i kanë diskutuar edhe sahabët radhiyallahu anhum, ku një prej tyre Salman el-Farisiu thotë e transmeton hadithën e pejgamberit alayhis salam se kushdo që e ushqen një agjërues qoftë edhe me një gotë qumsht, qoftë edhe me një hurmë, do t'i jep Allahu xhelal, do t'ja hek etjen e tij ditën e Kiametit nga bazeni apo nga haudhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.